amerikan për faktin të shfrytzuar në një qasje tërësisht të anti-liderëve të UÇK-s të europianëve, të cilët kanë interferuar për dënimin e liderëve të UÇK-s dhe qasja amerikane është shumë kritike, qoftë ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, qoftë ndaj gjykatës speciale të Kosovës për një hetim të paraqituar ndaj Hashim Thaçit dhe e katërta, Shqipëria ka qenë në alternativën o duhet paguar separat ose të çonte burime njerëzore. Pra duhet zgjidhte me burimeve financiare dhe burimeve njerëzore për të çuar në paqen e Gaza. Mendoj që zgjidhja më e bukur nuk është hera e parë që Shqipëria çon forca paqeruese, ushtarë, kemi çuar në Irak, kemi çuar në Afganistan, kemi çuar në Liban, kemi çuar në Afrikë, kemi çuar në më shumë se 10 vende në botë dhe është mos e arsyeshme që Shqipëria të marrë pjesë në trupa në Gaza. Okej, mirë, kemi sërish tek ti Krishtin, faleminderit për momentin. Bido, si e lexove sot pjesëmarrjen e zotit Rama, thërsi për Shqipërinë dhe për personalisht për zotin Rama në bordin e paqes. Çfarë përfiton realisht Shqipëria në këtë rast? Unë besoj se për gjithë ato Kassandra, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe kanë tentuar që të shprehin një kopsi mbi prezencën e Shqipërisë në bordin e paqes, besoj se që në fillesat e funksionimit të këtij institucioni kemi të bëjmë me një panoramë të qartë të benefiteve direkte të cilat i vinë kombit tonë. Ne jemi në një moment shumë të rëndësishëm për sa i përket ushtrisë qeveritare të Kosovës, çështjes së shqiptarëve në rajon, pra çështjes tonë kombëtare, pra pozicionimit tonë si dy shtete shqiptare dhe si faktor shqiptar, që nëse do të kemi dënim të katër liderëve të UÇK-s, të cilët akuzohen si komandant të luftës, nuk akuzohen si dorës të luftës, do të kishte një trysni artificiale dhe një ulje të peshës specifike të faktorit shqiptar në Ballkan. Dhe sot ne pamë që kryeministri bëri një fjalinë në cilën i kërkoi drejt për drejt president amerikan influencën e vet politike mbi këtë çështje. Dua të ndalim tek pjesa e fjalimit dhe retorikës që zgjodhi Rama, fliste për Kosovën dhe jo drejt për drejt për Shqipërinë, por në tërësi pjesa e pjesëmarrjes njerëzve për të lexim total të pjesëmarrjes, por ndodha ka më keq. Pra, besoj që një lexim gabuar nuk ka çështje të Kosovës kur vjen fjala tek gjyqin dhe katër liderëve të UÇK-s, sepse është pesha specifike e faktorit shqiptar në raportet ndërkombëtare dhe Shumë vlerë, ata janë shqiptar. Nuk thash. Por jo, Bido, por aty ishte një presidente që përfaqësonte, prandaj kam them tjetër pjesën e retorikës. Po nuk thash. Besoj që lexim krejt gabuar. Nuk ka të bëjë as me jashtë, ka të bëjë as me Kosovës. Ka të bëjë me peshën specifike të faktorit shqiptar, pra të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës në Ballkan dhe risku në rritjes së trysnisë nga faktorë të tjerë, nga faktorë të cilët nuk janë në atë tanë geostrategjik, nga faktorë të cilët janë Rusia prekshme me radhë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe krijimi një situate aty e pafavorshme për marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, jo vetëm të Republikës së Kosovës. E qartë, takimi Me këtë kuptim, leximi i parë që më bëri është kjo, ne kemi të bëjmë një deklarat dhe një kërkesë për influencë politike, sepse ka si për influencë politike, nga ana tjetër e pamë dhe pak më vonë ku përfundoi mbledhja që kryeministri Rama dhe presidenti Osmani bashkë me presidentin Trump po diskutonin sërish për këtë çështje,